Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje. Ja ku jemi së bashku edhe këtë javë në Z Podcast. Sonte trajtojmë një temë interesante, mendimi shqiptar teologjik. Me këtë temë do të diskutojmë së bashku me prodekanin e Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Ziber Lata, cili ti dëshiroj mirësardhje. Profesor, mirësardhje. Mirë u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni marrë rrugë gjatë për të bërë pjesë e emisionit, profesor. Mendet qofshi. Profesor, kemi mendim shqiptar teologjik apo jemi vetëm përkthyes të mendimeve të huaja? Sigurisht që fillim faleminderit për ftesën dhe u përgëzoj për emisionet e këtilla. Mendimi teologjik shqiptar dhe çdo mendim teologjik botëror, qofshin ato islame ose jo islame, fillimisht për të arritur që të kesh një mendim duhet të ketë një histori. Nuk mundet që mendimet teologjike, që do të kisha thënë më mirë mendimet teologjike të fetarisë islame se sa të islame, sepse mendimi si koncepti përgjithshëm islam është i përbashkët, kurse manifestimi i atij konceptit kryesor, mendimit bazik islam, në përvende të ndryshme bëhet në bazë të shumë rrethanave. Dhe sigurisht që për të arritur të krijohet një mendim i mirëfill, patjetër duhet të ketë një lloj historie të kaluarën. Dhe këtu shqiptarët kanë një histori mbi 500-600 vjeçare në raport me islamin, dhe sigurisht që gjatë gjithë kësaj periudhe ata nuk kanë detur duar kryq, sigurisht që kanë studiuar, kanë qenë pjesë e një bote, të themi, që kanë menduar bashkarisht, kanë arritur që shumë elemente të inkorporojnë, të gjejnë shumë gjëra të përbashkëta mes traditave, koncepteve islame dhe shqiptare, dhe me kalimin e kohës pastaj arrihet që krijohet një lloj të themi mendësie, konceptit të menduarit të veçantë, edhe një lloj manifestimi që është i veçantë për një hapësirë të themi gjeografike. Profesor, të menduar mbi çka? Ka kufizime të menduarit, meqense në teologji gjëra e vërteta është e gatshme për dallim prej filozofisë. Atëherë të mendojmë për çka? Po, sigurisht që siç e theksova në fillim, ai koncepti përgjithshëm islam, ajo është aq elastik, po është i përbashkët për gjithë, po është aq elastik që mund t'i përfshi të gjithë popujt, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat që jetojnë brenda kësaj ombrele. Fjalën e kam brenda konceptit të mirëfillt islam. Shife, në fillim islami zbriti në Arabinë Saudite, domethënë zbriti në Mekë, pastaj në Medinë, kështu me radhë, dhe filloi të zgjerohet në popull të tjerë. Sot i kemi islami është përhapur në lindje dhe në perëndim. E kemi tek persianët, kemi tek iranianët diçka tjetër. Kur shojmë tek turqit, ne shohim që janë musliman, po sikur fetaria ka vesh një petk tjetër. Sot po krijohet në perëndim një fetari islame me një petk tjetër. Kjo nuk do të thotë që ndryshohet koncepti bazi i islamit, mirë po manifestimi i asaj fetarie po merr ngjyrime dhe petk të ndryshëm varësisht prej rrethanave, vendit, situatave, traditave, shumë elemente të tjerë, dhe krijohet një lloj subkulture, ose në raste kur është edhe në një gjeografi më të gjanë edhe një lloj kulture islame më specifike se sa në një vend tjetër. Prandaj shqiptarët, për shembull, brenda këtyre 500-600 viteve kanë arritur që të krijojnë një lloj manifestimi të vetit të fesë islame, dhe sigurisht që kjo krijon një lloj të mendumit të përbashkët, një lloj teologjie, po t'i themi kështu, teologjie shqiptare brenda këtyre konturave, brenda traditave, brenda shumë situatave. Por kjo asesi nuk i bën shqiptarët ndryshe prej muslimanëve tjerë. Thelbi është i njëjtë, vetëm për përsërit mendimin në gjuhë tjetër? Përsëritet mendimi, thjesht paraqitet në një formë tjetër, i njëjti thelb. Dhe kjo run edhe unitetin islam, por në të njëjtën kohë
pranon edhe të gjitha diversitetet që mund të kenë popujt, rrethanat, kulturat e ndryshme. Po nëse mendimi, profesor, duhet përsëritur, atëherë pse Zoti e dërgon çdo 100 vjet nga një dietar pishtar? Nuk është ideja e ripërthirjes mendimit? Ideja e ripërthirjes mendimit sigurisht që kur Islami pranohet nga popujt tjerë, kur krijojnë këto subkultura, kur krijohet ky lloj diversiteti me petë të ndryshëm fetarie, në rrethana të ndryshme, për shembull, ka mundësi që edhe disa gjëra të devijojnë aty këtu. Dhe për këtë arsye Zoti Xheleshanu në kohë pas kohe po sjellën nga një reformator të këtill që sadokudo të kapën dy elemente të rëndësishme. Atë që është deviju nga e kaluara ta drejton dhe atë që nuk është kap nga e tashmja dhe nga koha ta inkorporon brenda kësaj rruge. Do thënë nuk ka këto dy elemente janë shumë të rëndësishme për reformatorët dhe ne shohim që në historinë e muslimanëve themi, unë nuk them histori islame, në historinë e muslimanëve kemi një sa herë që muslimanët kanë filluar dal nga dal të reduktohen brenda një mendimi regresiv, automatikisht me njëherë ka ardhur një lloj dietari, një lloj reformatori, i cili ka arrit që të ndreqën atë që është prish nga e kaluara, nëse diçka është prek, dhe të inkorporon atë që është e kohës në mënyrë që Islami të jetë produktiv edhe për kohën në të cilën ai vepron dhe jeton. Po si ka evoluar mendimi teologjik shqiptar? Marr parasysh edhe këto ndikimet e lindjes dhe perëndimit. Mendimi teologjik shqiptar në fillim ka qenë një lloj mendimi i cili nuk ka qenë i konceptualizuar, sepse ne kemi jetu brenda Perandërisë Osmane, e cila ka qenë një perandëri e cila ka pas koncepte tjera funksionimi, nuk ka pas funksionime në baza nacionale, por kanë funksionuar në bazën e përkatësisë fetare. Dhe sigurisht që edhe brenda asaj periudhe, ne kemi pas veçoritë tona, si popull i këtij nënqielli, si shqiptar, kemi pas veçoritë tona. Mirë po, pasi fillon dhe Perandëria Osmane, rënohet, shpërbohet, atëherë shqiptarët fillojnë që ato dallimet e veta me që u kriju kombi shqiptar, fillojnë që ti marrin dhe ti konceptualizojnë dhe ti materializojnë ato mendime. Në rastin konkret bëhet edhe themelimi i Komitetit Musliman në 1923 në Tiranë, i cili vetëm fillon duke i hedhë në letër ato të cilat vetëm ishin pjesë e funksionimit të teologjisë shqiptare. Dhe në këtë rast, ata themelojnë edhe shkollat e veta, me thënë Medresja Nalte që ishte në Tiranë, po ashtu periodikët e vetë, revistat, Zani Nal, Kultura Islame, Njeriu e shumë revista tjera, aktivitetet në teren, dhe ky mendim pak e shumë po fillon dhe merr formën e vetë të duhur. Do të thënë materializohet një lloj mendimi themi i teologjisë shqiptare, i cili nuk ka asgjë kundra muslimanëve tjerë, sepse këtu një çështje vetëm ta shpjegoj para se të vazhdoj mendimin. Shpesh mendohet se kur krijohet një lloj teologjie shqiptare duhet të jesh kundra tjetrit. Jo, absolutisht. Jo, kjo nuk ka të bëjë me thjesht është manifestimi i fesë brenda rrethanave, kushteve, situatave që ne kemi jetuar dhe jetojmë, ku kanë arritë të marrin formën e traditës mesin ton këto çështje që absolutisht nuk bin ndesh me parimet sakrale fetare. A nuk parashej Islami një uniform të mendimit? Islami sigurisht që nëse marrim aspektin e përgjithshëm ka një uniform të mendimit në gjithë botën. Mirë po, kjo nuk i ndalon zhvillimet e uniformave që janë parciale brenda kësaj çatije të madhe islame. Ka një lloj unifikimi,
po ka në aspektin tjetër ka edhe një lloj elasticiteti kjo uniform që lejon zhvillimin e mendimeve të ndryshme brenda vetë këtyre konturave. Dhe kjo është bukuria e mësimeve islame. Pse? Sepse ne kemi, nëse i shohim mendimet filozofike të ndryshme, shpeshherë ose ideologjitë të ndryshme, mos them mendimet filozofike, po ideologjitë të ndryshme, shpeshherë janë përjashtuese. Do të thonë, tregojnë një formë të mendimit edhe të gjitha format tjera janë të ndaluara. Ku e shohim në islam këtë? Koncepti islam, kur erdhi islami në fillim si fe, kur u shpall prej Zotit xhaleshanuhu, ndaj traditës kishte tre qasje, tre qëndrime kryesore. Qëndrimi i parë ishte ithbat, e pranon çashtu si është. Qëndrimi i dytë, e pranon ashtu si është. Qëndrimi i dytë është islah. Nëse diçka binte ndesh me parimet bazë islame, sigurisht që bëhet e islah ajo, përmirësohej pak e shumë. Përmirësimi. Dhe e treta është ilga. Ka pas tradita që islami edhe i anulon tërësisht, për shembull parimet që prekin bazat fetare, njohshmërisë së Zotit, besimit, parimet besimore që ne i dim të gjitha, nëse ka prek atëherë aty përmirësohet. Kurse çështjet që janë lidh me jetën, me traditën, me situatat e rrethanat e caktuara, Islami ose i ka pranu, ose pak i ka përmirësu dhe ka arrit që t'i inkorporon në mësimet e teologjisë, të themi shqiptare, brenda këtij nënqielli. Jo vetëm mbi parimet bazë, profesor, ne e dim që mendimi në raport edhe me parimet jo bazë, po i quajmë. Ne kemi dëgjuar që mendimi i lirë, kur të vjen në raport me hadithin e vetmuar, që ndoshta nuk i plotson kriteret e një hadithi të fuqishëm, të sakt, bie poshtë. Një tekst pa kritere, ndoshta është më i vlefshëm se sikur shpeshherë e dëgjoj këtë bisedë, domethënë nëpër vende të ndryshme që disa thënë mendimi apo hadithi i lirë, hadithi i vetmuar, po siç i thon Garibi, ahad, a është ki ka përparësi apo ka ki. Une para se të futem në këtë bisedë, dua një çështje shumë të rëndësishme ta caktoj ta theksoj në këtë çështje. Këtu nuk mund bëhet ndarje. Edhe hadithi mutawatir nëse vjen, edhe hadithi sahih që s'është garib, themi mund të jetë një nivel pak më i lartë se garibi, që në terminologjinë e hadithit është hadithi meshhur ose aziz, edhe nëse është më i lartë, nuk mund të bëhet një ndarje se a ka përparësi ki apo kis. Ne për këtë çështje flitet sikur kjo merret dhe kjo duhet lejet. Duhet merret hadithi dhe mendimi duhet hiqet. Jo. Atëherë si bashkëdyzohen këto dyja? Patjetër që këto bashkëdyzohen. Si? Po edhe ajetin kuranor kur ta marrësh që nuk ka asnjë lloj mëdhishje, patjetër që mendimi këtu ka vendin e vet. Si ka mendimin e vet në ajetin kuranor, kur ajeti thotë që sot përsosa për ju fen tuaj dhe përsosja nuk le hapësirë për të menduar ndoshta. Kushtimisht. Këto tani u futet pikërisht në tematikën time. Allahu xhaleshanu thotë e plotsova. E përsosa, nuk thotë e plotsova. Po dhe plotësimi nuk ka nevojë për mendim shtesë. Jo, shive, termi që përdoret në arabisht ekmeltu, nuk thotë etmemtu. Etmemtu ni'meti, ama thotë ekmeltu, për fenë thotë ekmeltu, e kam plotsu. E kam përkry që ati nuk kemi nevojë të shtojmë diçka. Kurse për begatin time thotë Allahu xhaleshanu etmemtu. E kam përmbush, po kjo përmbushja nuk do të thotë që në rrethana të caktuara mund të jetë përmbushje ndryshe. Në këtë kohë është e përmbushme nimeti i Zotit, dhuntia e Zotit me këto kushte. Në kohë tjetër kjo mundet mos i ketë këto nevoja. Ne mos kemi nevojë për atë nimet. Për shembull, plotësimi i nimetit të Zotit në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë që dikush të ketë një deve që t'u thonë një udhëtim shumë të largët. Sot po na e dhajnë në një deve s'na duhet hiç.
nuk na duhet as pak. Për ne sot koncepti i dhuntisë është koncept krejt diçka tjetër. Do thënë, shive kjo analistë që u bë për konceptin e nimetit të dhuntisë. Ai është për atë nimet është diçka tjetër, dhunti, për ne sot është dhunti krejt diçka tjetër. Dhe nuk mundet që ne dhuntit tona, që ne na i ka falë Zoti, ne t'i plotësojmë me dhuntit e atyre që kanë qenë para disa kohë, për qoftë edhe para 100 viteve. Që do të thotë se edhe brenda jetëve kuranore, në qoftë se merret interpretimi, shifet që ka mendim shtesë. Shive, shumë mirë theksuat në fillim se tash hadithi garib apo i vetmuar apo mendimi i lirë. Në qoftë se dikush nuk arrin që t'i gërsheton këto dyja, më thënë, mendimi ati është i pavlefshëm, sepse edhe hadithet që janë të vetmuar, për t'i marrë dhe t'i analizojsh, ka një sër kushtesh të caktuara prej mendimit që të merret ki dhe mos merret ki tjetri. Kjo është një lloj kombinimi mes mendimit dhe hadithit. Nuk mundem të bëhet kjo ndarja se ne sikur e diskutojmë këtë çështje sikur na bin para një akti të krijer, tani zgjidhja ose këtë ose këtë. Jo. Absolutisht, ka raste kur hadithet garib nuk merren, ka raste në historinë islame që edhe hadithet sahih nuk merren. Do thënë, hadithi është sahih, po asnjë mezheb, asnjë shkollë juridike nuk punon me atë hadith. Tani çka u bë këtu? Janë shumë rrethana tjera që përcaktojnë se diçka duhet të jetë aplikative, a duhet futet në funksion, a duhet merret për bazë ose jo. Nuk është thjesht vetëm kategorizimi i një hadithi, se ki hadith është kështu. Ne dim që edhe mund të ketë edhe ajete që mundet mos nga keq kuptimi çdo herë, mundet mos jetë për rrethanat tona, nga keq kuptimi. Pse? Bëhet interpretimi një ajeti kuranor në rrethanat caktuara, lidhet me një pjesë historike dhe aty mbetet. Prandaj, gërshetimi i naklit me aklin janë shumë të rëndësishme për të nxjerrë një sintezë e cila do të jetë shumë funksionale për kohën që ne jetojmë. Pa marrë parasysh këtu a bëhet fjalë për në shkencat tradicionale që i themi në nakli, a bëhet fjalë për Kuranin, për hadisin, ose edhe për mendimet e sahabëve, patjetër që ato duhet vendohen në funksion të shumë elementeve tjerë që të jenë funksional për rrethanat tona. Atëherë mendimi u dash ka vetëm për t'i dhënë shpjegim racional gjërave të gatshme dhe për t'i përshtatur me kohën. Jo vetëm kaq. Mendimi... Atë nuk pas kemi mendimtar, pas kemi vesh... Interpretues, mençurak. Jo, në çështjet e besimit nuk kemi mendimtar. Në çështjet që janë të përcaktuara prej Zotit xhaleshano. Edhe pse ndoshta tekstet hyjnore, ajetet flasin edhe në çështjet besimit në fund atje fare për ata që mendojnë. Për ata që mendojnë. Po për ata që mendojnë se shive përsëri duhet edhe atë për ta marrë duhet kesh një lloj bagazhi të menduarit. Jo çdo kush është i gatshëm ta pranojë atë. Për ta pranuar shpalljen, duhet të ketë dy elemente, duhet të ketë akli dhe duhet të jetë frymëzimi hyjnor. Jo çdo mendimtar është musliman. Jo çdo mendimtar është musliman. Tash këtu futemi në një temë që është vërtet është pak komplekse, se bëhet kombinimi i frymëzimit hyjnor me të menduarin ton, që Allahu xhaleshanu ka vendosur ka një nije të artë që vetëm ai e din se si këta kombinohen, sepse përndryshe nuk do të kishte logjik që një njeri shumë i mençur që i njeh shumë mirë gjërat në botë nuk beson. Në anën tjetër, kemi një tjetër që e ka të kundërtën e kësaj. Në anën tjetër, kemi edhe një mendimtar të mirëfill që është edhe musliman. Më thënë, ka shumë forma të qasjes ndaj tekstit kuranor. Por, ajo që ne na duhet, dhe që ne duhet ta kemi të qartë në këtë problematikë që e trajtojmë, sepse u futëm pak si thellë në këtë çështje, është që mendimi islam
është një sintezë e bukur e cila kombinohet mes naklit dhe aklit. Që në rrethana të caktuara mendimi islam është edhe produktiv, jo vetëm interpretues, nuk e ka rolin vetëm interpretues, por në çfarë rrethana është ka rolin interpretues, në çfarë rrethana ka rolin kreativ. Do thënë këto janë varësisht prej situatave të caktuara që dhe problematikave që trajtohen. Mandej është edhe pjesa tjetër, po të futemi më thellë, e Descartin mendimi e solli deri tek njohja e Zotit. Po s'po futemi më thellë. Kur përmendet problematika në rrafshin social është edhe një tjetër. Kush është mendimtar, profesor? Është çdo kush i cili mendon apo duhet ka ndonjë kriter për të quajtur, sepse sot dëgjojmë unë mendoj kështu, mendoj kështu dhe ndoshta nuk i njeh kriteret. Mendimtari ne çdo herë flasim brenda asaj që shohim edhe që kemi lexuar. Mendimtar, nëse ju referohemi mësimeve islame, në mësimet islame përdoret termi më shumë në mësimet klasike dietar. Dhe këtu duhet bëjmë një dallim mes fjalës dietar dhe mendimtar. Dietar në konceptin klasik të muslimanëve është ai i cili ka arrit të përveçoj një sër dijesh të fushave të ndryshme ose specifike dhe ai ka marrë titullin dietar në një fushë të caktuar ose në disa fusha të caktuara, kurse mendimtar më shumë është ai i cili brenda këtyre dijeve arrin që të prodhoj diçka. Arrin që të nxjerrë diçka e cila qoftë lidhet me aspektet sociale, qoftë me problematika të ndryshme shkencore që trajtohen nëpër botë, filozofike, psikologjike, sociale, kështu me radhë. Do thënë, dietari prej mendimtarit ka një lloj dallimi, megjithëse për mendimin tim edhe dietari duhet të jetë një lloj mendimtari, sepse përndryshe ai është vetëm një koleksionues i dijes fetare. Përndryshe nuk mundet ta inkorporoj dijen e tij në rrethanat dhe kohën që ai jeton, nëse nuk arrin të jetë një lloj të konceptualizoj shumë rrethana, shumë filozofi, shumë mendime të kohës që ai jeton. Para se kalojmë në ndonjë problematik tjetër, duhet shohim këtu se ne si shqiptar, kthehemi te konteksti shqiptar, pikërisht. Bosnjakët e kanë një mendim, një figurë në cilën edhe bazon. Turqit po ashtu, arabët po ashtu. Kanë shqiptarët diçka të tillë? Shqiptarët kanë shumë personalitete në rrugtimin e dijes muslimane në nivel edhe botror edhe lokal. Edhe si përfaqësues të mendimit shqiptar teologjik. Edhe si përfaqësues, dhe tham që ajo u themelu, u konkretizu, do me thënë në fillimet e shekullit 20. Pastaj patëm në shqiptarët një ndërprerje në këtë rrugtim. Sigurisht që ishte ajo periudha famkeqe që në Shqipëri u instalu një sistem komunist i cili e bëri atë dëm që e bëri. Kurse ne muslimanët që mbetëm në ish Jugoslavin, edhe ju në Kosovë, edhe ne në Maqedoni, kishim një lloj ndërprerje të asaj, edhe pse kishim një lloj lirie pak më shumë se Shqipëri, mirë po pak e shumë na u ndal ai vrulli që filloi të merr formë prej 23-shit e këtej, dhe sido që të jetë përsëri ne kemi arrit. Unë mendoj që bashkitë islame edhe në Kosovë edhe në Maqedoni pak e shumë i kanë det besnik asaj atij rrugtimit të mendimit, edhe pse aty këtu ka tentativa të ndryshme që të rënohet ajo formë të menduarit, por mendoj që ne i kemi ndet besnik asaj atij rrugtimi. Ajo që ne duhet shtojmë duhet sigurisht që e mira është një koncept relativ për mendimin tim, nuk është një koncept i ngurtë i cili mbaron një herë. Ne e kemi edhe do të kemi nevojë që të inkorporojmë edhe shumë gjëra tjera të cilat do ta vënë në funksion të kësaj teologjie, të themi muslimane, base mund të themi edhe shqiptare.
Profesor, ju jeni çdo ditë të përfshirë në pjesën e pedagogjisë. Në anën tonë, përgjithësi tek njerëzit, sot I duam gjërat e gatshme për të mos e lodhur kokën të menduarit shumë. Po edhe në aspektin pedagogjik, në përgjithësi në shkolla, por për të qenë autokritik edhe në shkollat tona islame, po themi. Apo kultivohet sot sa duhet të menduarit? Kultivimi I mendimit, tani... Apo po thithin vetëm dije, si që dëgjoj më parë, po, pa pjesën e mendimtarit. Shive, ne sot kemi... unë po flas vetëm për fakultetet e shkencave islame, nuk po futem komplet për teologët dhe hoxhallarët. Sepse tek hoxhallarët kemi hoxhallarë të cilët nuk kanë dalë gjithë përmes institucioneve tona, por kanë dalë prej botës turke, arabe, prej viseve të ndryshme. Për atë pjesë nuk do të flas. Okay. Po flas vetëm për këtë që kemi ne këtu. Përparësia e studimeve në fakultetet tona, që janë rajonale, është pikërisht ajo që të kapet elementi I rrethanave I kohës dhe I vendit. Shpesh herë unë mendoj që ne si musliman, po edhe si hoxhallar, si studius të këtyre çështjeve, parashtroj pyetjen, a kemi nevojë ne për të gjitha dijet që mund t'i marrim për shembull hoxhallarët, apo kemi nevojë të kemi një përgatitje solide, të mirë të një teologu, por edhe të kapen rrethanat, të kapen edhe shumë elemente tjera të cilat ndërlidhen me kohën, vendin, rrethanat dhe shumë çështje tjera. Këtë që e theksuam për studentët tanë, qoftë në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, qoftë në Prishtinë dhe viset tjera shqiptare që janë, ne këtë element e kemi më të zhvilluar se sa tjerët. Studentët tanë, krahas dijeve klasike, prej profesorëve tanë mësohen që të inkorporojnë edhe elementin vendor brenda mësimeve islame. Thjesht ata që diplomojnë këtu nëpër viset shqiptare arrin që të jenë më të kapshëm për mjedisin, sepse e njohin më mirë. Kanë jetu brenda popullatës, pa dashur të paragjikohen, domethënë ata që kanë studiuar në botën e jashtme, por sigurisht që njeriu kur jeton një periudhë të caktuar kohore në një vend të caktuar, ai ndikohet edhe prej kulturës, edhe prej traditave të një vendi të caktuar. Po kjo nuk është vetëm në studimet islame. Kjo është edhe vende tjera. A mjaftojnë vetëm konteksti vend dhe kohë, apo duhet çfarë vlere ka kjo nëse I gjithë kurikula merret çablon nga një vend tjetër? Duhet mendimtar shqiptar për të përpiluar edhe kurikulat. Po pikërisht këtu është thelbi, se ne në atë kurikulat, në përpilimin e kurikulave I kanë qenë njerëz profesionistë të cilët I kanë njoftuar rrethana shumë bukur. Ne para disa ditëve apo javë kishim promovimin e ixhazetnameve të Haxhi Sherifit. Po. Dhe ai ka qenë njëri prej themeluesve, njëri prej personave kyç në medresen Alauddine, në Fakultetin e Studimeve Islame, në përgatitjen e kuadrave që pastaj kanë themeluar edhe medresen Isabeu në Shkup, Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Dhe ata këta lloj hoxhallarësh, këta I kanë pas shumë qarta këto koncepte. Dhe normal që këta I kanë themelu dhe këta I kanë bërë këto kurikulat e para nëpër këto institucione. Dhe sigurisht që këto institucione I kanë të inkorporuar brenda vetes këto qoftë elementin vendor, kohor, elementin e mendimit lirë, përgatitje në dijet tradicionale, kështu që ne këtë si koncept e kemi në mesin tonë. Tash sa është I inkorporuar, edhe sa duhet jemi të hapur me shumë elemente tjera të kohës, kjo është I çështje që besoj që këtu ka hapësirë për tu diskutu, ka shumë çështje që na mungojnë, po atë që thash pak më parë, se është shumë me rëndësi vendi studimit. Është shumë me rëndësi vendi studimit. Edhe dikush në qoftë se studion një lëmi tjetër, jo fetare,
dhe shkon jeton fjala bie 10 vite në Gjermani. Pa tjetër, kur do të kthehen, ai do të ketë një element të kulturës gjermane. Dhe bisi pak ai do t'i duket si ma i avancuar, një element kulturor se duhet edhe ne ta bëjmë kështu, derisa ai duhet jeton mesin e shqiptarëve pa kohë, derisa të vi në vijen e duhur që është një diskurs përderisa nuk është autokton dhe nuk është pak e shumë i pranueshëm prej shumicës teologëve shqiptar, do të thënë këtu pak janë çështje që Profesor, për fund, ku e shihni mangësinë? A mendoni që është një alternativë e mirë krijimi një shkolle të mendimit shqiptar teologjik? Unë mendoj që pikë së pari për ta formalizuar këtë mendimin e teologjisë shqiptare, atë që e theksova në fillim të bisedës është që ne njerë duhet të shohim çka ne na kanë dhënë nga e kaluara, çfarë na kanë betë. Nuk mund të krijohet një mendim nëse nuk njihet e kaluara e atij mendimi. Ne kemi një bazament të mirë. E kemi të kaluarën e hoxhallarëve shqiptar, të teologjisë shqiptare, që kanë qenë në gjendje të kuptojnë të gjitha rrethanat, kohët, mendimet filozofike, ideologjitë ndryshme. Për shembull, ne kemi Hafez Ali Korçën, i cili ka shkruar kundra bolshevizmit para se bolshevizmi të jetë i pranishëm mesin ton. U ka paraprit mendimeve destruktive që kanë qenë në mjediset tona. Dhe kjo lloj të menduarit të Hafez Ali Korçës, të Haxhi Vehbi Dibrës, të shumë personaliteteve tjera që kanë qenë në botën shqiptare që kanë vepruar, kjo është një bazë shumë e mirë që ne të fillojmë një herë ta shohim atë pjesë dhe pastaj të njëjtën do të përpiqemi që ta inkorporojmë në kurrikulat tona. Për shembull, unë kisha thënë që fakultetet tona do të jenë më aktive në këtë pjesë. Në qoftë se një student i fakultetit studimeve islame ose i shkencave islame dhe ti e pyetën, dhe në qoftë se ai nuk ka lexuar asnjë vepër të Hafez Ali Korçës, fjala bie, me që e përmenda pak më parë, unë mendoj që ai ende nuk është i pjekur për të punuar si hoxh dhe si teolog i mirëfill në mjedisin shqiptar. Për mos flasim edhe për hoxhallarë të tjerë, pse kur e mëson të kaluarën, ke një pasqyrë për të kaluarën, e din shumë bukur se çfarë i duhet të tashmes, po se pate atë, shpesh herë bim në grackën e studiuesve të rinj që e japim një mendim dhe mendojmë se ne jemi të parët që e kemi zbulu këtë, kurse dikush ka folë para asaj shumë më herët. Më kujtohet ishim në një debat një herë, kemi pas qenë me një profesor të studimeve islame i nivelit botëror, do të thënë që jeton në Perëndim, dhe dikush e parashtroi një pyetje dhe kur e dha përgjigjen profesori i tha, e përmendi një çështje, tha, kjo tematik që ne bisedojmë sot, tha, kjo është bisedu, tha, në vitin 1907, tha. Edhe i tregoj prej atëherë se si ka evoluar mendim deri sot, dhe sot kemi mbri në këtë fazë, sot kërkojmë përgjigje për këtë pyetje dhe jo për këtë që ti kërkon. Që të thotë, shumë e rëndësishme ne ta shohim të kaluarën, si ka kalu mendimi islam në këto treva gjatë gjithë kësaj periudhe, normal duke kap edhe mendimin bashkohor, qoftë perëndimor, qoftë lindor, qoftë filozofike, sociologjike, psikologjik, edhe atëherë ne do të jemi në gjendje që të paraqesim një sintezë të mendimit islam për trevat tona. Këtu edhe një çështje tjetër duhet theksohet, për të arritur këtë, ne shqiptarët sot jemi të ndamë në disa shtete. Mendoj që këtu duhet të ketë edhe një unifikim të kësaj, një iniciative përbashkët e basive islame, që diçka e tillë të materializohet, sepse unë mendoj që vetëm kur të arrijmë që këto çështje t'i shtrojmë dhe t'i diskutojmë bashkërisht, atëherë do të jemi më të fortë. Që ajo konkluz, ai mendim, i cili
do të prodhohet në Kosovë, do të aplikohet edhe në Maqedoni, edhe në Shqipni, edhe në Maltezi. Po edhe e kundërta, ai mendimi i cili do zhvillohet i përbashkët prej muslimanëve të gjithë threvave, ai do të jetë, pastaj do të ketë edhe fuqi më të madhe për tu aplikuar në mjediset shqiptare. Profesor, ka shumë për diskutuar për këtë temë, por me kaq po mjaftohemi për sonte, ne të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe për ju, shpërnderë qofshi. Dashur miq, ishte kjo epizoda radhës e Z Podcast, uroj keni të kaluar çast të këndshme e të dobishme mbi të gjitha. Deri në javën tjetër, mirëbeqje, natën e mirë, selam aleikum.